Me qenë se sot i kushtohet kjo konferencë ndërkombëtare rolit vakëfëve në trojtë shqiptare, unë jam dalë pak të roli i femrës, si që e parashtroi edhe profesoresha Palmira, është një ndër temat më pak të trajtuara, por që është shumë rëndësishme për rolin të rëndësinë historike që ka. Pra, unë jam dalë të roli i gruas në dhënien e vakëfëve në trojtë shqiptare. Institucioni i vakëfit përfaqëson një nga format më të qëndrueshme të bamirësisë islame. Në trojtë shqiptare, vakëfët kanë luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin e jetës fetare, arsimore dhe sociale. Tradicionalisht, historiografia ka theksuar rolin e burrave si themelues të vakëfëve, ndërsa kontributi i grave ka mbetur në hije. Ky punim synon të plotësoj këtë boshllok duke sjellë në vëmendje rolin e gruas shqiptare si aktore aktive në krijimin dhe administrimin e vakëfëve. Për sa i përket trajtimit e gruas dhe rolit të saj si aktore aktive në krijimin dhe administrimin e vakëfëve, mund të thuhet se kjo mund të ndahet në dy kategori. Në të parën bëjmë pjesë gratë të shtresës së lartë si mbretëreshat, princeshat, zonjat e vezirëve, pashallarëve, aristokratëve e të tjera, jeta e cilave është dokumentuar edhe më mirë. Kurse në kategorinë e dytë bëjmë pjesë gratë me një jetë më të thjeshtë, të ndryshe shtresat e mesme e bamirëse, të cilat ishin pjesë e jetës së përgjithshme të shoqërisë islame e që kontribuan kryesisht në rritjen e fëmijëve dhe punën të shtëpisë në familje. Qëllimi i këtij studimi është të analizoj pozitën juridike të gruas në të drejtën islame, kushtet shoqërore në trojtë shqiptare dhe format konkrete të angazhimit të grave në vakëfët. Pozita juridike e gruas në të drejtën islame. E drejta islame ka njohur gruas një personalitet të pavarur juridik, ndryshe nga shumë sistemi juridik evropiane mesjetare. Gruaja në të drejtën islame kishte të drejtë të zotronte pasuri private, të trashëgonte sipas normave të fikut, të administronte pasurinë e saj pa lejen e bashkëshortit, të themelonte vakëf në emër të saj. Këtë drejtë të krijuar bazë këto të drejta krijuan baza ligjore që gratë shqiptare të angazhohen drejt për drejt në themelimin e vakëfëve pa nevojën e përfaqësuesve meshkuj. Konteksti historik i trojëve shqiptare në pozitën në periudhën osmane. Pas shekullit 15, trojtë shqiptare u integruan në sistemin administrativ osman. Qytetet si Shkodra, Prizreni, Berat, Elbasani, Gjirokastra dhe Manastiri u shndruan në qendra të rëndësishme urbane dhe kulturore. Vakëfët ishin mjeti kryesor për ndërtimin e infrastrukturës fetare, organizimin e arsimit dhe fillor dhe fetar, ndihmën për të varfrit dhe jetimet. Në këtë ambient, gratë shqiptare, veçanërisht ato nga familjet e pastra urbane, gjetën hapësirën për të shprehur ndikimin e tyre shoqëror përmes vakëfëve. Forma e kontributit të gruas në krijimin e vakëfëve. Gratë shqiptare kontribuan në vakëfë në disa forma. Dhurimi i pasurive të palojshme si shtëpi, kopshte, dyqane në pazare të tjera, ndërtimi i objekteve fetare. Në disa raste gratë ishin financuese direkte të xhamive, teqeve, tyrbe e të tjera. Vakëfe arsimore, gratë kanë kontribuar në medrese, shkolla fillore, furnizimin e nxënësve me libra dhe mjete shkollore. Pra, ka pasur gra shqiptare që kanë krijuar ose dhuruar vakëfe apo gra vakëflënëse dhe kjo është një pjesë pak e njohur për shumë domethënëse historisë sonë. Shembull konkret nga qytetet shqiptare. Disa qytete që u përmenden nga profesoresh Palmira nuk do t'i përmend prap, por do vazhdoj me Shkodrën. Shkodra, pra dokumentet arkivore tregojnë se gratë e familjeve tregtare kanë vakfizuar dyqane dhe toka, të ardhat e të cilave janë përdorur për mirëmbajtjen e xhamive dhe ndihmën e të varfërve. Në Shkodër, një grua e njohur për kontributin e saj në arsimin islam gjatë periudhës osmane ishte Merieme Hoxha. Ajo dokumentohet si themeluese një mejtepi, shkollë fillore islame, duke dhuruar pasurinë e saj për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e këtij institucioni arsimor.
Në Prizren, vakëfet e themeluara nga gratë përfshin në shtëpi banimi që shëndronin në qendra ndihmëse për jetimet. Një grua e njohur që përmendet në dokumentet osmane të shekullit të 18 në Prizren, e cila kishte krijuar një vakëf për mirëmbajtjen e një qezme dhe një xhamie, është Mediha Fishekçi. Ajo është autore dhe bashkëpunëtore për orientalistik në Qendrën Regionale të Trashëgimisë Kulturore në Prizren dhe ka dokumentuar figurat e tilla në ekspozitën Dokumentet Osmane nga shekulli 18 deri në shekullin 20. Hava Hanëm e përmendet në dokumentet e shekullit 18 si themeluese një vakëfe për mirëmbajtjen e një xhamie dhe një qezme, një nga gratë më të njohura të qytetit për kontributin në jetën fetare. Në Berat, në këtë qytet, gratë kanë qenë donatore të medreseve dhe kuzhinave publike. Fatime Hanëm dhuroi tokë për ndërtimin e një medreseje dhe një qezme publike. Emri i saj figuron në regjistrat e vakëfëve të qytetit. Në Elbasan, një qendër e rëndësishme fetare dhe arsimore, ku gratë kanë dhuruar prona për ndërtimin e mejtepeve dhe medreseve. Emine Hanëm themeloi një vakëf për ndihmë të varfërve dhe mirëmbajtjen e një hamami, e përmendur në dokumentet e komunitetit musliman shqiptar. Vakëfet në Korç, sipas një studimi të publikuar në studime historike, gjatë periudhës osmane në Korç janë dokumentuar disa vakëfe të themeluara nga gratë. Përfshirë Zejnepe Hanëm dhuroi pasurinë për ndihmën e një mejtepe dhe një qezme publike. Fatime Hanëm Koça e përmendur si themeluese një vakëfe për mirëmbajtjen e një xhamie dhe ndihmë për të varfrit. Gratë korçare shpesh dhuronin prona për arsimin islam dhe për ndihmë sociale, duke luajtur një rol të rëndësishëm në jetën urbane të qytetit. Vakëfet në Gjirokastër. Edhe pse dokumentimi është më i kufizuar, disa burime tregojnë për traditën e vakëfeve në Gjirokastër. Gratë gjirokastrite kontribuan në ndërtimin e qezmeve publike, hamameve dhe xhamive. Emra konkret nuk janë gjithmonë të ruajtur, por dokumentet arkivore përmenden gratë si Hanëmet e lagjes Palorto, që kishte dhuruar prona për mirëmbajtjen e objekte fetare. Në traditën lokale, gratë kishin rol të veçantë edhe në ruajtjen e zakoneve fetare dhe martore, siç përshkruhet në studimin mbi vajtimin në Gjirokastër. Gratë vakëflonsen në Durrës. Durrësi, si një qytet me histori të gjatë islame, ka pasur vakëfe të themeluara nga gra, edhe pse emrat konkret janë më pak të dokumentuar, sipas burimeve arkivore. Gratë durrësake kanë kontribuar në ndihmën e qezmeve publike, mejtepeve dhe xhamive. Në disa raste, pronat e dhuruara për vakëf janë regjistruar në emër të grave, por shpesh përmenden si gruaja e filanit ose vajza e filanit, pa emër të plotë. Gratë vakëflonsen në Pej, patëm edhe rastin që përmendi profesoresha, por Peja si një qendër e rëndësishme islame në Kosovë ka pasur një traditë të pasur vakëfësh. Gratë kanë kontribuar në ndërtimin e medreseve, qezmeve dhe objekteve për ndihmë sociale. Dimensioni shoqëror i vakëfeve të themeluara nga gratë. Vakëfet të themeluara nga gratë patën ndikim në rritjen e solidaritetit shoqëror, mbështetjen e shtresave të dobëta, përhapjen e arsimit, konsolidimin e rolit moral të gruas në shoqëri. Këto vakëfe nuk ishin vetëm forma devocioni, por edhe mekanizëm të menaxhimit social. Vakëfet monetare në trojt shqiptare, sipas burimeve të studiuesit të mirëfillt osmanologët ballkanik agron islami, kemi edhe vakëfe monetare në trojt shqiptare si në këto qendra. Berat, Aishe Kadin bin Mahmud Pasha Vakfi, Aishe Hanım bin Mehmet Pasha Vakfi, Hatice Hanım bin Mehmet Pasha Vakfi, në Dibër Begül Agajade Süleyman Bey ibn Timur Bey Vakfi, në Gjirokastër Shevkat Hatun bin Ahmed Bey Vakfi e qendra të tjera. Krahasimi me pozitën e gruas në Evropë. Në shekullin 16 deri në shekullin 19 në vendet evropiane gratë kishin kufizime serioze juridike mbi pasurinë e tyre. Në të kundërtën, në sistemin osman dhe islam, gruaja mund të trashëgonte dhe menaxhonte pasuri, mund të krijonte institucione bamirësie, mund të vepronte si aktore publike. Ky krahasim tregon se pozita e gruas shqiptare në këtë aspekt ishte relativisht më avancuar. Vakëfet si trashëgimi kulturore dhe identitare.
Vakëfet e themeluara nga gra janë pjesë e identitetit historik të shqiptarëve musliman. Ato përfaqësojnë një model të solidaritetit shoqëror, edukimit dhe përgjegjësisë morale. Edhe 2 minuta nështë? Jo, ka faj, vazhdo 1 minutë. Themi në fund, Shkatrimi i shumë vakëfëve gjatë shekujve 20 dhe periudhës komuniste ka shkaktuar humbje të mëdha për trashëgiminë kulturore. Sfidat bashkëkohore në studimin e vakëfëve. Studimi i vakëfëve sot përballet me mungesë dokumentacioni, shkatrim të arkiva, mungesë digitalizimi. Kjo e bën të domosdoshme hapjen e projekteve ndërdisiplinore për ruajtjen e kësaj trashëgimie. Roli i vakëfëve në zhvillimin e qyteteve shqiptare. Vakëfët ndihmuan në urbanizimin e qyteteve, krijimin e tregjeve, ndërtimin e urave dhe rrugëve. Gratë kontribuan drejt për së drejtën e këto procese. Analizë kritike burimet historike. Burimet historike mbi vakëfët përfshijnë vakëfname osmane, regjistrat e gjykatave, dokumente arkivore, studime bashkëkohore. Megjithatë, kërkohet analizë kujdesshme për shkak të mungesës dhe sprastirave në burime. Te diskutimet, rezultatet tregojnë se gruaja shqiptare nuk ka qenë figurë pasive në jetën shoqërore osmane, por ka ndikuar drejt për drejt në zhvillimin e institucioneve bamirëse. Ky rol duhet të rishikohet dhe të teksohet në historiografinë shqiptare. Përfundimet shkurt. Gruaja shqiptare ka pasur rol aktiv në themelimin e vakëfëve. Vakëfët kanë qenë mekanizëm i fuqishëm i zhvillimit shoqëror. Trashëgimia e vakëfëve përbën pasuri kulturore që duhet ruajtur dhe studiuar. Ju falenderoj për vëmendje.